Është një fenomen faktikisht që neve e trashëguam, kur e trashëguam vitet e para të vendosjes së pluralizmit në vendin tonë, edhe të rrjedhjes së sistemit komunist, duke patur parasysh faktin që Shqipëria dhe shqiptarët atë kohë ishte varfër, një varfëri madje edhe ekstreme, njerëz të papërgjegjshëm, prindër të papërgjegjshëm, arritën deri aty sa fëmijët e tyre, edhe t'i shisnin. Dhe pati një vërsulje të këtyre qytetarëve të vendeve të ndryshme të Europës, posaçërisht Greqia, por edhe vende tjera, Italia, Belgjika e tjerë, dhe që vinin në Shqipëri thjesht edhe vetëm për të marrë fëmijë të tillë, për t'i adoptuar, kuptohet, edhe por në këtë kuadër u lëshua keq pastaj kjo punë, sa u arritë që kur e palë që ishte si biznes fitim prurës, shumë kriminal të vendit tonë, shqiptar, ata arritën pastaj dhe që t'i rëmbejnë fëmijët dhe t'i rëmbejnë dhe t'i shisnin, po t'i shisnin edhe për të marrë organet. Dhe ne kemi një numër të konsiderueshëm të atyre viteve, flas gjithmonë pas viteve në 91, fëmijësh në Greqi posaçërisht, që nuk dihet as nami, as nishani i tyre, nuk dihet ku janë e ku nuk janë, vetëm dihet që kanë dalë një numër i konsiderueshëm fëmijësh nga Shqipëria, dhe pjesa më e madhe e tyre ka përfunduar në marrjen e organeve të tyre. Është një masakër e vërtetë që është bërë me fëmijët shqiptarë. Dhe kjo është një plagë shumë e rëndë që ka lënë në ndikim në këtë vend. Dhe në këtë kuadër, ne sa duket organet tona ligjizbatuese nuk kanë qenë në lartësinë e duhur, sepse e krahasojnë gjithmonë veten me atë që ka qenë situatë skëterë edhe tani numri është më i vogël. Edhe duke qenë numri më i vogël, atëherë justifikohen që nuk është një fenomen masiv. Mirë po, në fakt, sikur një fëmijë vetëm të rëmbehet, një vetëm të mos ja gjesh gjurmët ku janë e ku s'janë, si me shkëllim janë marrë, cili ka qenë shkaku i vërtet i rëmbimit të tyre, ka qenë sepse dikush do të adoptojë dhe nuk është në gjendje të bëjë fëmijë dhe do të jetë një fëmijë, atëherë kjo përsëri e shkrim, por gjysmë e keqes. Po problemi është që nuk e dim se për çfarë i marrin, për çfarë qëllime i marrin, dhe shumica i marrin për to qëllime që thashu, të trafikimi qenieve njerëzore, domethënë trafikim edhe të organeve të tyre, duke u dhënë zemrën dikujt tjetër. Ishte një krim makabër këtu ajo që për madhor, domethënë këtu në Shqipëri, por një person vajti që të operohesh që hiqte dhjamët në një spital këtu privat të Shqipërisë, dhe ata që operuan ishin mjek grek dhe u ngelin në dorë i vdekur, dhe ata e morën të vdekur, e çuan në Greqi, dhe në Greqi i morën të gjitha organet, i morën zemrën, i morën komplet dhe e prunë në Shqipëri për ta varrosur pa asnjë organ në trupin e tyre, e tij. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, merren edhe për qëllime të tilla. Por në fakt, policia e shtetit, jo vetëm ato ditë e para kur ndodh një humbje e një fëmije, një zhdukje e tij, dhe atëherë është kulmi i punës që duhet bërë, i intensifikimi jashtëzakonshëm i hetimit të çështjes për të mbyllur të gjitha portat nga mund të kalojnë fëmijën e të tjerë. Këto veprimet e para nuk bëhen me një urgjencë siç është dhe me mjete speciale hetimi, gjurmimi edhe bllokimi të gjitha portave dalëse të Shqipërisë, dhe pastaj i lënë mbasdore edhe i lënë harres zvarritën hetimet